Një apartament në lagjen Visarion Xhuvani në Elbasan është përfshirë nga flakët. Banesa i ndodhur në katin e dytë të një pallati dyshohet se ka marrë zjarr si pasojë e një ngrohëse të lëndëndezur. Një apartament në lagjen Visarion Xhuvani në Elbasan është përfshirë nga flakët. Banesa i ndodhur në katin e dytë të një pallati dyshohet se ka marrë zjarr si pasojë e një ngrohësie të lëndëndezur. Flakët kanë përfshirë të gjithë ambientin, por fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Zjarrfiksit mbërritën në vendngjarje ku dhe po punojnë për shuarjen e zjarrit.